Këtë kemi në kuzhinë me mëngjes, ara, petë të thata, uj, vaj, që të rabësh sot kësho? Petanik, byrek, me ara. Mirë. Me ara të njoma, mundësisht. Sa kam frikën fara asë për diskutuar, sepse jo kjo, dhe kjo është shikon petë dhe ara i kupton. Po, edhe kur shikon, që të nabësh, të nabësh, këtë Albana, them, mos frit para kohë, të mjaftë është, ma lërë muaj gjë. Aj shpesh i kam parë. To receta me kaq vite, po nejse, me arat të njoma, kështu që ka ndalë arat, ja vlen t'i Atere, ka marrë petet e thata, ju mund t'a bëri me petet e njoma, por unë mendova që me petet e thata do shkoj shumë mirë. Mund t'a bëri dhe me qumësht. Unë nuk e kam kaluar në qumësht, por arat që janë qëruar dhe ka marrë fresta jo nga ato të thasve, sepse është ai problemi që të gjitha produktet në thas duhet ka patur parasysh kjo gjë, ne kemi diskutuar dhe me ekspert më herët në studio për frutat e thata, duhet patur kujdes mënyra se si i zgjedhim ato, ku i marrim, që duhet jenë të mira amballazhuara për të vetmen arsye të alfa toksinave, të cilat janë shumë të dëmshme për organizmin tonë. Ja. E mirat është t'i qërojmë me gjithë lëvorshgën e tyre. Dhe pastaj të përgatisim recetat të ndryshme, ose t'i konsumojmë ashtu si që janë, ose të bëjmë atë mjaltin me ara që ne kemi shumë qef. Pak ujë. Dhe ty me ato ujnë që shtove, bëre një eliksir. Pa kur them, një dorë lanë tjetrën, të dyja faqet. Tane mua më pëlqen që unë të veproj, dhe ti ashtu si shdi në mënyrën tënde, më të mirë t'a shpjegosh. Ja. E kaloj këshif? Njomen. Kaq më duhet. Kryohet, edhe si duket, si puna e qumshit të bajameve, që ke marim qumshit, prandaj dhe unë, kjo ishte arsyeja që unë nuk i shtova qumësht. Shtoj dhe pjesën tjetër, normalisht kanë dhe i ndyrë dhe të shtoj pakës fare. Që të lëmë të mbëzotëroj ndyra atyre e shëndetshme. Tyre u bëra një grirje pak akoma dhe më të imët. Një shplarje. Marim gjithë që ka të pruar aty. Me ndihmën e një. Nëse nuk do gatuanim petanikun, po do bërnim këtë veprim që bëri Albana tani me ujin dhe me ara, do të përfitonim duke e hulluar një qumësht arash, që është aq i shëndetshëm, me yndyrna të shëndetshme, mjafton të lexojmë se çfarë benefitesh kemi nga ara dhe kuptojmë dhe nga qumshi pastaj se çfarë benefitesh marrim. Siç veproi me arat, Albana mund të veprojë një herë tjetër dhe me bajamet. Pjesa tjetër që kullon, që mbetet, e përdorim kujtun për biskota apo për recetat të tjera, për kek, e të tjera. Sot do ta shfrytëzojmë të dyja, edhe qumshtin, edhe arën. Pra gjëja më e mirë është bashkëveprimi dhe kundërveprimi. Bashkëveprimi në produkt dhe bashkëveprimi në një çift. Burë grua, flas, një çift kur je në punë kur sepse një çift shumë simpatike, mirë. Dhe kundërveprimi është kur unë di diçka mbas sipas Albanës dhe Niki di diçka sipas Nikis dhe këtu është kundërveprim dhe kjo është gjëja më e duhur, sepse kur hidhen në shesh. Idet, aty del gjëja më e mirë. Pra kur ne na shikoni që biem dakord për diçka, o jemi shumë të zgjuar ose nuk bën ose s'ka. Sot idet kushtojnë. Idet janë më të rëndësishme, pastaj për t'i zbatohen kollaj, po kush ka idenë është më shtoj vaj. Jo, mua më pëlqen Atëherë shtove pak vaj ulliri, sepse aty kemi dhe yndyrna të mira. Diku te 50 ml ose 100 ml e shumta. Dhe ja ku e kam masën. Po t'i shtoj gjithë masë kripe, normalisht do t'a ndihmoj, sepse unë që do bëj, a do njën petët? Do njën petët. I lash pak sa, vetëm sa të përthithnin, njëra tjetrën.
Sepse do t'i shtojmë tani marr njëra një pas garush dhe tjetrës. këtu që e kam të shpejt, sepse nuk e mora më përpara. Ky byreku shkon shumë në këtë ditë të sotme me shi dhe jo vetëm që do dali shumë i shishëm, por mbi të gjitha duke patur arat dhe petët e pjekura në një farë mënyrë që janë më të rënda se sa të butat, do të na japi një drekë fantastike sot Albana me këtë byrekun. Kemi zgjidhur një tavë mesatare, mund të zgjidhni tavën e furrës tuaj për ta bërë diçka më të madhe, pra ju duhen shumë pak produkte, ju duhet një pak opeta të thata, arra, ujë, vaj ulliri, krip. Duhet një njomje shumë e mirë e petëve. Jo, kur themi në shkele shko. Që të njome çdo Po. sipërfaqe e petës në mënyrë që rezultati pastaj të jetë i dukshëm në Shtoj sërish një petë tjetër, e kështu me radhë të gjitha petët. Nëse do t'i kisha të njoma, normalisht do më duhej më pak spërkatje me iqin, me masën, si të doni ju. Iq nuk quhet masa e lëngësht. Nuk harrojmë furën, ta kemi të para ngrohur. Pa tjetër që duhet vazhdoj pjekja më pas në furrë, të 200, 175, ta them të 200 më mirë. Na e pjek dhe më shpejt. I qa do të them dhe një sekretimi. Do t'i them sepse këtu në mishpi jemi. Dikur kur nuk isha pjesë e ekranit, e kam thënë vazhdimisht që vajzë nuk kam qenë mirë fare në gatim vajzë. Bas ato gjëra flenin të kun. Dhe kam shikuar shumë emisione jashtë. Kur erdha këtu, 2004 në disi e tillë, fillova të ndjek gatimet, gjë që më i kolka të kam ndjekur gjithmonë. E di. Çfarë më pëlqente? Më pëlqente mënyra se si ishte sjell mënyra e gatimit. Se si ishte sjell. Dhe pa mburje, fare, njeriu që e solli ishte i vetmi dhe unik këtë mënyrë gatimi. Dhe vërtet e mban flamurin në këtë pikë. Çfarëdo nuk vjen kush me këtë lloj tradite dhe në të tilla emisione. Absolutisht. Prandaj të kam ndjekur shumë. Po këtë arsye. Faleminderit. Si më theti mua, Kolka? Kolka. Më pëlqen shumë. Ose kur më ka një mamçja. Se kam bie më të bukur. Dhe kjo ishte e vërtet zemra. Të nderuar. Jo. Nuk më pëlqen këto elozot absolutisht fare. E vërtet zemra. Faleminderit. Tani, do më thënë që kur ke qenë çup ky muhabet. Jo çup, jo, isha diku te 33 vjeç. 33 vjeç. Po, çup më ke qenë. Çup kisha jashtu. Ato bëmat e tua jashtu nuk kanë të krahasuar. Nuk kanë, jo, nuk kanë. I thosha motrës, dëgjoj, i thosha motrës, unë të lejt gjitha çorçafët, vetëm ti bëj një muhalebi. Ai shqef e kishe. E kisha përtes më tepër. Sidomos brumin. Do të punojmë dhe të dim se çfarë drite kemi brenda vetes tonë. Asnjë nuk e dim. Po, nuk e Dhe di nuk jo. duhet ta mohojmë se çfarë fshihet, çfarë potenciali fshihet brenda nesh në çdo moshë. Tani, Ka njerëz që kanë patur fatin t'i njoh edhe në studio, që kanë zbuluar talente të tyre të cilat nuk i dinin për gjatë gjithë jetës dhe i kanë zbuluar në moshë, nuk po them moshë të madhe 60 vjeç, po përsëri vonë quhet për ta zbuluar një talent dhe ka nisur pianon, ka nisur shkollën, fakultetin e fundit. Po, fakultete. Pra nuk pati durim, bëri një qeverisje të këtij popullit 3 muaj. Po, dhe më pas shkollën e lartë e mbarojnë. Po. Një dek të caktuar në 65 vjeç. O, zot, po, kam lënduar shumë. Toj dhe ato 2 lugët e fundit të Do t'i shtoj, më do t'i shtoj. To nuk i dua më. Të bëjmë njomen e duhur të petëve, kjo është më e rëndësishme.
pastaj ta vendosim për t'u pjekur. Diçka tjetër do t'i hedhim sipër, jo, vetëm njomjen me garuzhet e fundit. Mua më pëlqen që gjithmonë të shtoj. Ja, besoj se janë njohur mirë petët, se e kemi shtuar bollshëm edhe largoj dhe duhet eliksirin e arave. Ja. Tani unë e punoj kur thon zamet e kemi edhe pakës kripë. Krip, po. Nuk e punoj më me lugë. Por filloj, ja. Sepse është e mjaftueshme, luga nuk hyn më në punë këtu. Që të ngjeshë dhe në atë mënyrë edhe ngjiten petët edhe zbuten po ashtu nga uji qumshti arrave. Bëjmë një përsëritje së bashku të recetës së byrekut me arra, edhe pse ju e ndoqët që janë pak produkte për tu përdorur për këtë recetë, siç e shihni 200 gram arra, një gotë e madhe me arra të qëruara, 50 gram vaj, 200-300 ml ujë do t'ju marri, do t'i grini më pas me ujin, dhe një pako petë të holla të pjekura dhe krip sigurisht për të rregulluar shijen. Të janë përbërësit, do t'i gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, ndërkohë unë po sjell në tryez për ta parë dhe ju nga afër. Recetën e parë, kjo është receta e byrekut me arra, do ta lëm të ftohet, të kullojë dhe më pas ta shijojmë. Gjithë tryeza e sotme është fantastike. Të gjitha recetat sot janë për t'u gatuar dhe për të mos u humbur. Byreku me arra.